Të tjera detaje janë bërë publike në lidhje me ngjarjen e ndodhur në zonën e Shkozës në Tiranë, ku mbeti i plagosur me armë zjarri efektivi i policisë Angelo Kumaraku. Ngjarja ndodhi pak pas mesnatës, ku polici 30 vjeçar ishte në shoqërinë e fëmijët të tij, Kledi Spaja, 31 vjeç, i cili ishte nën mas arrest shtëpie për armbajtje pa leje, por që në atë moment e kishte thyer. Sipas informacioneve, Spaja ishte ende shenjestër e atentatit. Grupi hetimor ka dyshime se autorët janë dy vëllezër që janë shpallur në kërkim. Njëri prej tyre mund të jetë autor në këtë ngjarje. Nga verifikimet paraprake, grupi hetimor ka dyshime se bëhet fjalë se autor të kësaj ngjarjes dyshohet të jenë dy vëllezër, të cilët janë shpallur në kërkim nga ana e policisë për të shoqëruar dhe për të marrë deklarimet e tyre, për shkak se ka dyshime të forta se njëri prej tyre mund të jetë autor në këtë ngjarje. E konkretisht dyshimet e policisë kanë të bëjnë me faktin sepse një nga dy vëllezërit më herët ka pasur një konflikt për çështje borxhi me fshqinjen e efektivit të policisë, pra konkretisht me personin që ndodhe me mas sigurie arrest në shtëpi dhe për këtë arsye ka pasur një konflikt të mëparshëm disa muaj më parë, 4 apo 5 muaj më parë sipas grupit hetimor. Dhe pikërisht në atë ngjarje, personi i cili ndodhet, pra Kledi Spaja, i cili ndodhet me mas sigurie arrest në shtëpi, e kishte dhunuar një nga dy vëllezërit për shkak se ky i fundit nuk i kishte shlyer një shumë borxhi pra personit që ndodhet tashmë me mas sigurie arrest në shtëpi. Ndërkohë, efektivi i policisë që mbeti i plagosur në deklarimet e dhëna ka pohuar se ndodhej në derën e banesës së fëmijët të tij për shkak se ky i fundit i kishte kërkuar që të shihni një automjet dhe nuk mund të largoheshin larg banesës për shkak të masës.